po pritet shumë procesi i ndryshimit të ligjit për ndihmë juridike falas. Çka pritni zoti Ashari nga ky proces? Në rast unë ja fillon shoqërisë civile mu përgjigj. Natyrisht, por na intereson pak edhe perspektiva e agjencisë. Me mbështetjen e UNDP-s kemi pas 2 grupe punuese, edhe shumë takime tjera, edhe ku kanë qenë edhe shoqëria civile në atë grup punues. Kemi punu për draftimin e ligjit për ndihmë juridike falas. Mendimi i grupit dhe ekspertit ka qenë që ndihma juridike falas duhet me kon jashtë administratës shtetërore, zakonisht i grupit. Eksperti nuk e di si ka punu ka fundi, po grupi punues një zëri ka qenë se ndihma juridike falas duhet me kon jashtë administratës shtetërore, për faktin këtu se sipas edhe hulumtime, po edhe angazhimit ton si antar të grupit punues, është gjetur edhe raportet e Bashkimit Evropian, përkatësisht e Komisionit Evropian, të cilët e kanë bërë një hulumtim në ligjit e Kroacisë, edhe kanë ardhur në përfundim se ndihma juridike falas në shtete, ta zonë në shtetet e Ballkanit dhe shtete përgjithësi, ose duhet me kanë jashtë administratës shtetërore. Edhe ne do t'i përmbahemi këtyne rekomandime me qëllim që po synojmë të jemi sa më afër Bashkimit Evropian, edhe ashtu e konsiderojmë. Faleminderit shumë, zoti Rebeka. Çka presni që do të jetë ndryshimi kryesor i këtij ligji? A mendoni që do të krijojë edhe një herë agjencia pavarësinë e saj siç e ka pasur, që të kthehet në kuvend, apo do të vazhdojë njëjtë siç është tani në Ministri të Drejtësisë? Tash jam skeptik, them që po. Dëshira jonë është po e njëjtë ajo që kemi thonë edhe gjatë punës në grupe punuese, që kërkojmë që agjencia të jetë e pavarur nga secili institucion Kosovës dhe të përgjigjet vetëm kuvendit, Republikës Kosovës. Për fat keq neve që le të kemi qenë aty, na është thonë që në koncept dokument ka shkuar që agjencia të jetë ende në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, dhe si e tillë tash ne nuk mund ta ndryshojmë si koncept dokument. Edhe në një farë mënyrë na u tha që ne mund të flasim edhe me ditë tëra, por kjo kështu do të shkojë. Tash ne nuk e dim, nuk e kemi pa draftin e fundit nga ana e ekspertëve se si ai e mendon dhe si është propozuar në Ministrisë së Drejtësisë. Mirëpo definitivisht është një hap i cili na kthen mbrapa neve si shoqëri, sepse neve duhet të mendojmë që secili qytetar ta ketë mundësinë e njëjtë para ligjit, dhe institucionet të mos jenë barë, Ministria e Drejtësisë mos jetë barë e agjencisë kur ne kemi të bëjmë në raport me qeverinë apo me Ministrinë e Drejtësisë drejt për drejt. Por tash mbetet shohim, neve do ta bëjmë reagimin ton, besoj me kohë, për në çfarëdo kohë kur mendohet që e njëjta pikë të cilën ne e kemi kërkuar që të ndryshohet, nëse nuk ndryshohet. Ne kemi thonë të paktën në zonën e rrezikshme që ka thonë që nëse kjo pikë nuk merret parasysh, atëherë qëndrimi jon këtu është i tepërt, edhe po besoj që ka qenë një qëndrim jashtëzakonisht i mirë në kuadër të grupit punues që ne kemi pas ne, dhe pastaj modalitetet se si pjesë tjera, sepse ato nuk është shërtuar vetëm kjo pjesë, është shërtuar në tërësi ligji për ndihmën juridike falas, por pika kyçe është kjo. Zoti Recaj, shkurt. Unë vazhdimisht i kam qëndru asaj që agjencioni për ndihmë juridike duhet si kategori kushtetuese të trajtohet si e tillë, pikë, që do të thotë që tjetë si institucion agjencion i pavarur që i përgjigjet vetëm kuvendit. Po ashtu, i kam qëndru edhe ati qëndrimit tim që të mirët, unë thash përmenda ma herët modelet, që të mirët për bazë modelet se si vendet e Bashkimit Evropian ndajnë ose kalkulojnë buxhetin për kokë banori. Pavarësisht prej vendeve kemi situata tilla, kështu që do duhet të vetëm e kam fjalën për ndihmën juridike, për agjencinë për ndihmë juridike, të kalkulohet mbi për kokë banori. Faleminderit shumë, dhe për fund zonja Reznici, na tha zoti Beka çfarë shndrimi keni mbajt, po nga ajo që e keni pa në grup punues edhe nga eksperti, por edhe vullneti në përgjithësi politik, a prisni që mund të ketë ndryshim
pozitiv që më fund pavarësohet agjencia, apo Betëm do duhej edhe jo veç jona, edhe në krejt komunitetin. Jo veç na katër këtu që jemi, por i gjithë grupi punues që kemi qenë, është një qëndrim i përbashkët në cilin kemi pas diskutime, është shumë e vërtet në disa punëtori që kemi pas, por në fund si qëndrim i përbashkët, duke i pa praktikat më të mira, duke i pa aspektet ligjore, ndërlidhjet, pengesat dhe gjithçka që vjen si rrjedhoj e këtij ndryshimi të gabuar që ka ndodhur për të mri në pikën ku agjencia duhet të kthehet si mekanizëm i pavarur, të gjithë një zëri kemi qenë në fund që agjencia duhet të jetë e pavarur. Ky ka qenë qëndrimi i grupit punues. Se çka do të na servohet në kuadër të draftit që do të vinë ende nuk e kemi pa. Unë shpresoj shumë që thjesht të plotësohet kërkesa, të reflektohet qëndrimi i grupit punues. Kjo është gjithçka që kërkojmë, sepse ne kemi kontribuar, them kështu me mishe me shpirt në hartimin e një ligji sa më të mirë. Dhe thjesht duhet të reflektohet ai qëndrim që është, pastaj të ketë mundësi të adresimit të çështjeve tjera. Është shumë e rëndësishme sepse besoj që edhe ky diskutim i sonte, po edhe puna e përgjithshme e tregon sa etike është ndihma juridike falas. Dhe politizimi i saj është i gabuar, nuk është bërë në mënyrë të gabuar, është çështje e gabuar dhe e kemi mundësinë shumë të mirë tash pas një vonesë që ta adresojmë, ta kthejmë çu duhet dhe të vazhdoj punën e mirë që po bën agjencia dhe të ketë thjesht çështje pastaj të duhur në drejtësi për qytetarët. Na la shumë shkurt për këtë pjesë. Sonja Nisi, zoti Mrecaj, zoti Jashori dhe zoti Beka, kaq kishim kohë për këtë emision në kuadër të ndihmës juridike falas, natyrisht që për këtë temë kena me pas diskutim, po besoj